Option 2. Është prezantuar në Shkodër studimi i fizibilitetit për hekurudhën Durrës-Prishtinë, e njohur si hekurudha Kuqezi, e cila do të kalojë nga Durrësi në Shkodër, më pas në Gjakov dhe do të përfundojë në Prishtinë. Për kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci, ndërtimi i kësaj hekurudhe do të jetë një mundësi e madhe për zhvillimin e rajonit. Ky është padyshim një ndër projektet më strategjike për Shkodrën dhe për lidhjen e saj të drejt për drejt me Gjakovën dhe gjithë Kosovën. Një ndër shumë dekadëshe që po bëhet realitet. Një lidhje vërtet historike, kulturore dhe ekonomike për shqiptarët të dy anët e kufirit. Dua të falenderoj të dy qeveritë për vullnetin dhe vendosmërinë e treguar për ndërtimin e kësaj hekurudhe dhe për vendimin që traseja të kalojë përmes Shkodrës në luginën e Kirit. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku e cilësoi projektin si moment historik për Shqipërinë, duke theksuar se hekurudha nuk është thjesht një aks transporti, por një lidhje kombëtare me rëndësi gjeopolitike. Ky është një moment historik për Shqipërinë. Sigurisht këtu nuk flitet për një hekurudhë, por flitet për një lidhje kombëtare, pasi është hekurudha Kuqezi, flitet për një nukël gjeopolitike e cila e kthen kombin shqiptar në një pol magnetizmi për ekonominë dhe për ndërlidhjen europiane. Korridoret e infrastrukturës si dhe ato energjetike nuk janë rajonale, janë europiane. Hekurudha Shkodër-Gjakov do të ketë 7 stacione dhe një gjatësi prej 100 kilometra. Ky investim strategjik infrastrukturor do të përfshijë 43 ura dhe 14 tunele, me një gjatësi totale tunelesh prej 35.3 kilometër. Sipas ekspertëve dhe studimit të fizibilitetit tashmë të realizuar, kostoja e këtij segmenti përllogaritet në 1.8 miliard euro.